Përshëndetje. Kultura është një urë lidhëse mes vendeve, pavarësisht distancës gjeografike, vende të ndryshme njohin kulturën, artin dhe zhvillimet e njëri tjetrit. Në rastin tonë, zhvillimet kulturore dhe shkëmbimet midis Shqipërisë dhe Kinës në fushën e kulturës, të arteve dhe të arsimit, sigurisht që kanë një histori dhe një traditë të gjatë. Në rezonancën e kësaj miqësie tradicionale, shkëmbimet kulturore qëndrojnë në krye të listës. Por sa potenciale ka për shtimin e këtyre shkëmbimeve? Në një panel me të ftuar personalitete të kulturës dhe të artit në Shqipëri, ne sot do të flasim për vlerën e nxitjes së shkëmbimeve kulturore midis Shqipërisë dhe Kinës, ecurinë e tyre dhe potencialet për shtimin e këtyre shkëmbimeve. Ju uroj mirëseardhjen të ftuarve të këtij paneli, Ilias Fahiu, sinolog, drejtues i shoqatës kulturore Shqipëri-Kinë dhe përkthyes, Sokol Marsi, drejtori i ansamblit të këngëve dhe vallëve popullore, zoti Recep Hida, president i shtëpisë botuese Fanoli. Unë ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë së bashku në këtë panel dhe për të diskutuar për shkëmbimet kulturore midis Shqipërisë dhe Kinës. Ato kanë një traditë shumë të gjatë, por vitet e fundit sigurisht që ato janë përshfaqur në një formë të re. Këtu ka ndikuar ndoshta dhe java e kulturës kineze, e cila për vit sjell të gjithë elementet më të spikatura, por njëkohësisht duhet thënë në fakt që një peshë të madhe zën edhe botimet për sa i përket këtyre shkëmbimeve. Megjithatë, Ilias, duke qenë se jeni sinolog dhe lidhja juaj me Kinën është gati simbiotike, po sigurisht unë do doja të dija se si i vlerëson shkëmbimet e deri tanishme kulturore. Më vjen mirë që të flas për shkëmbimet kulturore dhe njerëzore njëkohësisht, sepse e kemi thënë shpesh që këto shkëmbimet kulturore kanë qenë në fakt baza ose motivi që vazhdojnë të ekzistojnë edhe marrëdhëniet, ndjenjet e mira miqësore mes dy popujve tanë. Ka qenë pikërisht fal këtyre shkëmbimeve kulturore. Mund t'jap një shembull shumë të thjeshtë për ta ilustruar. Sfundi kam lexuar një libër të fundit të shkrimtarit nobelist Mo Yen, i cili ka një tregim, libri titullohet I pjekur me vonesë, i cili ka një tregim ku përmendën filmat shqiptar. Pra duhet të them që filmat shqiptar vazhdojnë të kenë ndikim në Kinë dhe unë vazhdimisht shoh edhe në media sociale të tyre pjesë nga filmat shqiptar. Fal këtyre shkëmbimeve kulturore, është e vërtet baza, tradita e shkëlqyer e marrëdhënieve tona në këtë fushë, dhe është e vërtet dhe unë më vjen shumë mirë që këto marrëdhënie të shkëmbimeve kulturore kanë filluar të intensifikohen. Jo vetëm në fushën e botimeve, por edhe në fushat të tjera. Së fundi pam javën kulturore, kanë shkëmbime të grupeve artistike, dhe kjo është diçka shumë e mirë që ndikon në njohjen reciproke të dy popujve tanë. Madje duke qëndruar edhe te këto historitë, le të themi, kemi parasysh për shembull lidhjen e Yu Huas me Kadaren. Dhe ato shkrime që vetë Yu Hua, që është një nga shkrimtarët më të mëdhenj bashkëkohor, ju jeni një përkthyes i tij dhe e njihni shumë mirë. Po kështu po të kthehemi në krahun tjetër, Lea Ypi, një shkrimtare, filozofe me origjinë shqiptare, libri i saj është Të lirë është përkthyer në kinezisht, ajo ka vizituar Kinën dhe më ka bërë përshtypje që pikërisht në një intervistë që ajo ka dhënë për grupin mediatik të Kinës, ka thënë këtë që më vjen mirë se kur shkoj në Kinë për leksione, për konferenca, dhe kur paraqitem para panelit apo kolegëve, kur them jam nga Shqipëria, nuk është si në vende të tjera që duhet ja u shpjegosh se ku ndodhet Shqipëria. Menjëherë e din të gjithë dhe ndihem mjaft mirë për këtë. Megjithatë, EC ka pak më parë dhe çështjen e botimeve. Sigurisht që në vitin 2015 është shënuar një ngjarje e rëndësishme, ajo e një marrëveshje të botimeve të ndërsjella, pra këto vepra ishin bashkëpunim mes përfaqësuesve të institucioneve më të larta të Kinës për përkthimin e 25 ka qenë ato ideas, titujve të librave, edhe në Shqipëri dhe në Kinë. Ndërkohë,
më vjen mirë që këtu në këtë panel kemi zotin Recep Hida, pasi shtëpia botuese Fanoli ka sjell vepra të rëndësishme të autorëve kinezë, sigurisht duke filluar në një portofol të kësaj shtëpie botuese kemi autorë si Moyen Lusung Konfuci, por gjithashtu e veçanta e shtëpisë tuaj botuese janë edhe që keni sjell dhe veprat e presidentit të Republikës Popullore të Kinës Xi Jinping. Do doja të dija se si po ecën dhe si ka lindur ky bashkëpunimi juaj dhe sa ka interes për letërsinë e autorëve të ndryshëm nga Kina të përkthyer në shqip dhe të sjellë nga shtëpia juaj botuese. Së pari, më lejo dhe ju të falenderoj përsërisht për ftesën që më bët për të qenë në pranishëm në këtë studio kaq të nderuar, të respektuar, gjë që ka bërë që të ndiqet nga mjaft teleshikues në rubrikën Popullore të Kinës, gjë që e kam konstatuar edhe vetë. Së dyti, në vijim të pyetjes që u bët, si ka lindur dhe si u zhvilluan këto marrëdhënie kulturore poshtë botimeve me botuesit kinez, unë do të përforcoja mendimin që dha kolegu im këtu, zoti Ilyas, që është sinolog i shkëlqyer dhe ka dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm në sjelljen e veprave të autorëve kinezë në shqip, për lexuesit shqiptar, që shtëpia botuese Fanoli, si e para shtëpi botuese private në Shqipëri, e krijuar në maj të vitit 1991, ka botuar një sër autorësh të rëndësishëm të ndërësisë botërore dhe filozofisë botërore, si Prousti, Camus, Sartre, Kafka, Jung, Freud, e të tjerë. Por portofoli i motiveve të shtëpisë botuese Fanoli do të ishte i paplot, pa përfshirë edhe autorët kinezë. Në këtë kontekst, unë e kisha vënë pikësimin vetes time që ta plotësoj dhe këtë zbrasti. Dhe rasti për uri që ne i panajër, klipin në Frankfurt, cilën e vizitoj. Aty mora kontakt me një profesus të stendës kinezët, ata kanë një stend shumë të madhe, me një paraqitje të shkëlqyer në Parejnë e Frankfurt, dhe ishte një ngjarëri që u drejtua te stenda që unë kisha ofruar shteti gjerman. Edhe më thotë që unë përfaqësoj autorët kinezë të një botë, për botën e jashtme. Do të shohim që kjo gjë të fillon edhe në Shqipëri. Vërtet ju përmendet të vitit 2015 aty që ka nisë marrëveshje, po unë kam filluar këtë para marrëveshjes këtë gjë, këtë ka ndodhur në vitin 2010. E kam takuar të zotëri atje, një ndërliri, shumë i zgjuar, me shumë të përgatitur. Dhe pas kësaj vijoj, unë e pranova me kënaqësi këtë gjë, vijoj vizita ime të Panajit e Pekinit, dhe aty lidhëm një sër marrëveshjes, dhe në këtë kontekst unë e nisa me 4 autorësh. Kinez, Li Yunru, John Barra, Wang Wangxi, Yunin, e të tjerë. Më pas, në një bisedë tjetër me shtëpinë botuese Foreign Intelligence Press, ose shtëpia botuese që votuar në Pekin, bisedova dhe për mundësinë e sjelljes së shqip të veprave të presidentit të nderuar të Republikës Popullore të Kinës, zotit Xi Jinping. Natyrisht unë pritet me shumë kënaqësi këtë gjë, për arsye se fakti që të zgjidhte kjo shtëpi botuese për një personalitet kaq të lartë, siç është zoti Xi Jinping, ishte një vlerësim dhe një nder i madh për shtëpinë botuese dhe për mua personalisht. Në këtë kontekst marrëdhëniet u zgjeruan dhe filluan punën me përkthejimin dhe redaktimin dhe paratimin për shtyp të veprës së parë të vëllimit parë të zotit Xi Jinping, për të cilin këtu në Tiranë u zhvilloi një ceremoni madhështore, ku morën pjesë mijë vetë që e rrallë në këto ceremoni, sa u zhvillis 15-20 vet. Por kjo ndodhi edhe për arsye të atij që u tha edhe këtu dhe nga një lutë nga zoti Ilyas, të traditës të shkëlqyer që kemi në dy popujt, midis popullit kinez dhe popullit shqiptar, pasi dihet marrëdhëniet e Shqipërisë me Kinën, sidomos në 18 vjet, nga viti 1960 deri në vitin 1978, kur për një arsye apo për një tjetër, ato patën një moment ftohje, por gjatë këtyre 18 vjetëve pati një zhvillim shumë intensiv. Dhe këto kanë lënë gjurmë tek lexuesit shqiptar, tek populli shqiptar dhe tek unë personalisht. Sjellja e këtyre veprave, sidomos e veprës së zotit Xi Jinping dhe e sigurisë së tij, të kemi botuar deri tani 2 vëllimet, në proces është vëllimi i tretë, ka bërë që lexuesi shqiptar të njihet në thellësi me drejtimet e të gjithë të politikës kineze nga Kinë dhe për botën e jashtme. Ne tani kemi arritur të botojmë 58 vëllime nga gjithësia kineze, vepra të Lusunit ose Lusinit, vepra të Moyenit, të Konfucit, në qendrën të cilave që ndronë gjithmonë
dhe para balansit të zonë të qilmik. Shpresojmë që ky protokoll, kjo panoram, ky katalog i motiveve të autorëve kinez të zgjerohet dhe të shtohet më shumë. Dhe besoj që kjo sigurisht që do të ndodhë. Megjithatë, nëse V3 kur hyt, vendosur në wall ishte se çfarë do të shfaqnim dhe çfarë na tregon pikërisht të shkëmbime dhe këtë dëshirë për një njohje të ndërsjellë. Dhe në javën e kulturës kineze në Tiranë pati koncerte të artistëve kinez, por së bashku dhe me artistë të ansamblit të këngëve dhe vallëve popullore që ju zoti Marsi drejtoni, dhe pikërisht ky është një nga kërcimet në fakt që u zhvillua në Universitetin e Arteve. Jemi mësuar që të kujtojmë disa nga korifejt e ansamblit të këngëve e vallëve popullore. Kam patur fatin që ti intervistoj, për shembull, ndërto kam patur një intervistë me koreografin e njohur Luan Shtino dhe eksperiencën e tij të shkëmbimeve, siç e tha dhe zoti Hida, të viteve 60, 70 dhe se si artistët shqiptar shkonin më së shumti ansamble të shumta në kin, po ashtu edhe Besim Zekthi, i cili me kujtimet e veta, po ashtu edhe materiale të ndryshme për balerinën e mirënjohur Zoica Haxho e shumë të tjerë. Tashmë jemi në një realitet të ri dhe ju keni qenë në këtë kontakt edhe me artistët kinez, por me sa di, përveç koncerteve që publiku sheh, keni patur edhe shkëmbime, ndoshta prova, edhe ata janë njohur me njëri tjetrin? Faleminderit. Sigurisht që jetojmë në kohë të ndryshme, në realitete të ndryshme, por gjua, le të themi, është e njëjtë, sepse arti ka një gjuhë, flet në një gjuhë universale, e sidomos muzika, pastaj që ka një përbashkim kur bëhet fjala, sepse po të vëmë re edhe zotrin jam shumë i sigurt që e kanë atë në kujtimin e tyre, po dhe tashti, muzika kineze me muzikën shqiptare, le të themi kështu, kanë një parafërsi, flas në gjuhën e të shprehurit, gati, domethënë shumë të afërt sa po ta marrësh gjeografikisht, një vend është në lindje, një vend në perëndim të botës, po themi, por që gjuha e cila komunikojmë në muzikë është gati shumë e afërt. Edhe pse teknikisht ose specifikisht përdorim një mod në muzikë që quhet, domethënë i cili është pentatoni, shkalla pentatonike, të cilit në muzikë e përdor edhe Kina, e përdorim edhe ne. Kemi disa si më thënë specifika të përbashkëta. Në lidhje pasaj me bashkëpunimet tona është viti 3 që zhvillohet në ndërtimin tim java kulturore me shumë shtete të botës, por në këtë rast edhe me Kinën. Kam pasur kontakte shumëta me përfaqësues, me njerëz të administratës, me ambasadën, por edhe kryesisht me artistët të cilët kanë ardhur prej nga Kina. Kemi zhvilluar disa workshope, sepse koncerti sigurisht është le të themi qershia e tortës në fund, por përpara se të mbrihet deri në koncert, ka një fazë përgatitore, ka një fazë workshopesh ku ata njihen me vallet tona, demonstrojnë vallet shqiptare, vallet më të bukura shqiptare, të paktën nga 3 zonat kryesore të Shqipërisë, që është Veriu, Shqipëria e Mesme dhe Jugu, dhe ata demonstrojnë kërcimet e tyre, si në rastin në fjalë kjo që është në TV, dhe le të themi që kanë, domethënë, ndryshimin midis nesh edhe folklorit kinez, le të themi, është sepse folklori kinez është i bazuar pak më në teknikën klasike, le të themi, për sa i përket koreografisë, kurse Shqipëria, le të themi që le të mburemi në këtë rast, unë po e marr përsipër që të mburemi, që kemi, domethënë, një folklor puro dhe bio shumë të veçantë krahasimisht me gjitha vendet e botës, dhe për këtë jemi krenar. Kështu që, por bashkëpunimet kanë qenë të shkëlqyera, sidomos neve kemi mbetur shumë kënaqur, artistët kanë mbetur shumë kënaqur, kemi zhvilluar shumë javë kulturore me shumë shtete të botës, por me shtetin e Kinës ka një të veçantë sepse janë njerëz edhe shumë të dashur. Më ka bërë përshtypje personale në gjitha komunikimet që kemi pasur, takimet që kemi pasur në ambasadë, jo vetëm kudo, janë njerëz shumë të dashur, shumë të afrueshëm, shumë të respektueshëm dhe shumë të komunikueshëm dhe mbi të gjitha vlerësues. Domethënë, pas çdo aktiviteti që ne kemi bërë, duke përfshirë dhe aktivitetin e fundit, ata janë me falënderime, domethënë, maksimale, sepse
gjithmonë kanë mbetur kënaqur nga bashkëpunimet tona dhe pse jo, ajo që unë kam mbetur, domethënë edhe ju kam edhe shprehur, është që ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve gjejmë mundësinë e përbashkët që pse jo, domethënë të shfaqet edhe një herë në kinë, sepse u bë vite ju e përmendët. Nuk ka qenë ansambli në vitet le të themi në vitet pas viteve 90, ansambli nuk ka qenë asnjëherë në kinë, ka qenë vetëm para viteve 90, mos gaboj ka qenë 2 deri në 3 herë në pjesëmarrjet e tij, në kohën e korifejeve dhe legjendave si Besim Zeksi dhe të tjerë, por tash mbas viteve 90 nuk ka qenë asnjëherë në kinë dhe pse jo, jam shumë i dëshiruar dhe do bëjmë çmos edhe me ambasadat përkatëse me përfaqësitë diplomatike le të themi që ansambli të shkojë edhe një në kinë dhe të çojmë edhe ne folklorin ton aty sepse jam shumë i sigurt që dhe ata e mirëpresin. Në fakt, Ilias, juve pavarësisht se jeni sinolog përkthyes, por jeni marrë edhe me çështjet e kulturës përderisa drejtoni edhe një shoqat të shkëmbimeve të kulturore shqipërikin. Mendoni se ekziston mundësia e këtij lloji shkëmbimi? Për shembull, unë e di që në Kinë ka festivale nga më të ndryshmet dhe të gjitha kombësitë e Kinës kanë festivalet e tyre si një vend i madh, sigurisht. Po, duke trajtuar këtë çështje në këtë panel, ekziston në Paris, sepse dihet, edhe unë jam shumë e surprizuar si ka mundësi. Si habitet se nuk e trajtuar, ndoshta ka qenë mungesë impejimi, qoftë nga pala jonë, qoftë nga pala kineze, sepse unë vetë edhe Eda që ka jetuar në Kinë, unë i kam pa artist kinez që dalën pension në parqet e mëdha, ato kanë zakon që kërcejnë ose këndojnë, dhe kam pa duke këndu këngë të ansamblit të këngëve dhe valleve popullore. Është një kërcimi, po, Lule Borsh që domos është shumë e njohur. Këngë tjera të përdojnë, i kam parë vetë duke kënduar këngët shqiptare. Pra të përdojnë ata e njohin muzikën shqiptare, me siguri e njohin edhe ansamblin e këngëve dhe valleve të asaj kohe. Dhe them që me siguri që mund, nuk e di, po me një impenjim nga të dy palët them që mund bëhet. Sigurisht tani ka ndryshuar puna se bëhet edhe në anën komerciale. Po, patjetër, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por unë gjykoj që edhe ambasada e Kinës në Shqipëri, e cila ka ndikuar shumë në shkëmbime dhe në fusha, ndoshta në fusha të tjera, siç është për shembull bujqësia apo në fushën e teknologjisë, sepse këto janë disa fusha me të cilat merrem më së shumti, por ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve popullore të Shqipërisë, në fakt unë mendoj që duhet patjetër të kishte edhe një performancë, pse jo në Kina, po Kina është e madhe dhe patjetër që do t'ishte me shumë rëndësi. Dhe ndërkohë, duke mos patur mundësi që ta kemi në studio një përfaqësues të Institutit Konfuci të Universitetit të Tiranës, unë do të kem për disa minuta një lidhje video me pedagogun, por njëherë është dhe një njeri shqiptar i cili ka jetuar në Kinë, ka studiuar në Kinë, është diplomuar dhe ka një njohje shumë të madhe për Kinën, por momentalisht ai është pedagog në Institutin Konfuci, Glendi Xhani, me të cilin do të zhvilloj tani dhe një intervistë. Përshëndetje Glendi, faleminderit që na u bashkove në këtë panel i cili fokusohet në shkëmbimet kulturore midis Shqipërisë edhe Kinës. Faleminderit shumë Eda. Instituti Konfuci i Tiranës ka ndikuar me veprimtarinë e tij sigurisht në shkëmbimet arsimore, por më së shumti edhe kulturore midis Shqipërisë dhe Kinës. Sa ka qenë ky ndikim? Si e vlerësoni ju atë? Mendoj se ne kemi ndikuar disi, sidomos tani kohëve të fundit që sapo mbyllën javën e kulturës kineze, dhe në bashkëpunim edhe me ambasadën kemi organizuar edhe disa evente të tjera, siç mund të jetë për shembull konkursi i urës kineze, ku disa studentë garojnë për të marrë çmimin e parë dhe në këtë mënyrë ata mund të shkojnë në Kinë për të provuar përsëri aftësitë e tyre lidhur me gjuhën kineze. Gjithashtu, neve si çdo vit organizojmë edhe, si që quajmë ne, kampi veror ose summer camp, ku një grup studentësh deri në 30 student kanë mundësinë që të shkojnë në Kinë për një periudhë 2 javorshe dhe ta shijojnë Kinën me duar dhe sytë e vet.
Sa të interesuar janë të rinjt shqiptar për të njohur kulturën dhe gjuhën kineze? Sigurisht do t'ishte mirë që ju të na jepni disa shifra lidhur me pjesëmarrjen e të rinjve kinez në kurset e gjuhës kineze në Institutin Konfuci. Por sigurisht edhe në shkollat verore që zhvillohen si në Shqipëri ashtu edhe në Kinë. Mendoj se numri aktual, edhe pse në të gjithë Shqipërinë në për fakultete numri nuk është aty ku duhet, normalisht ka pak rënje, edhe në Institutin Konfuci mund të ketë pak rënje për shkak të situatës, por energjia shumë pozitive edhe studentët janë shumë të hetur për të mësuar për gjuhën dhe kulturën. Për shembull, ne kemi filluar aktivitetin tonë që në vitin 2013. Dhe që në ato kohë dhe deri tani mund t'jenë regjistruar diku tek 6.000 student. Dhe vetëm semestrin e fundit ne kishim rreth 150 studentë të rinj që janë regjistruar për të ndjekur leksionet e gjuhës kineze për vitin akademik 2025-2026. Ke studiuar në Kinë, ke jetuar dhe ke një kontribut edhe personal në përhapjen e gjuhës dhe të kulturës kineze në Shqipëri. Si vlerëson shkëmbimet kulturore dhe arsimore midis Shqipërisë dhe Kinës? Sigurisht që heqja e vizave midis dy vendeve, por edhe shtimi i turistëve kinezë në dekadën e fundit në Shqipëri ndikon në njohjen e ndërsjellë. Juve si e vlerësoni dhe sa do të ndikojë kjo në shkëmbimet mes dy vendeve? Patjetër, heqja e vizave ndikon, sepse normalisht viteve të fundit turistët kinezë janë shtuar në Shqipëri, por për të qenë shumë i sinqert, mendoj se ka nevojë më shumë për bashkëpunim midis dy shteteve, jo vetëm në sektorin e arsimit, por siç e dim, Kina ka avancuar shumë në mjekësi, në teknologji, në inovacion, pse jo dhe ne të arrisim bashkëpunimin me qeverinë kineze që t'i japim më shumë mundësi studentëve tanë këtu, që në një të ardhme pse mos ata të marrin bagazhin e shtetit kinez dhe ta sjellin këtu të japin një inovacionin e tyre. A ka potenciale për shtimin e shkëmbimeve midis Shqipërisë dhe Kinës në fushën e arsimit, por edhe atë kulturore? Mendoj se informacioni është, por deri diku ka nevojë edhe për më shumë reklamim, sepse shumica e studentëve, nga që nuk e kanë hasur më përpara atë botë, mendojnë se mund të jetë një çik e vështirë për ta menduar jetën e tyre ose vazhdimsinë e studimeve të tyre në Kinë. Por mendoj se Instituti Konfuci kryesisht për këtë gjë është që t'i hapi dyert studentëve për pse jo dhe të vazhdojë jetën ose studimet në Pekin. Të falenderoj Glendi. Faleminderit juve. Dhe po i rikthehem sërish panelit ton, jemi edhe në prag të panairit të librit të Tiranës. Nuk e di, Ilias, ke ndonjë libër të ri në panair të përkthyer, po ashtu e njëjta pyetje edhe për zotin Recep, nëse në panairin e si vjetëm do të ketë autor kinez, pse jo edhe ribotime. Po unë kam, si gjithmonë të panairet e fundit, kam libër që do të jetë për herë të parë. Është një kolonë e librave konceptet bazë të mendimit dhe të kulturës kineze. Janë botuar deri tani 5 libra, dhe kam librin e 6 dhe të 7 të panair. Gjithashtu nuk e di nëse Dari është edhe një roman i një autori tjetër kinez, jo nga këto që kam përkthyer, por unë do të desha që të ndaloj pak edhe të programi i librave që e cekëm pak fillim, pasi duhet të them që programi i librave që u bë në vitin 2015 ka mbush boshllëkun që ekzistonte në marrëdhëniet mes dy vendeve tona në fushën e librit. Pavarësisht se ne kemi, Rexhepi e ka shumë të qartë, pavarësisht se kishim marrëdhënie shumë të mira tradicionale dhe në shkëmbimet shumë të intensive kulturore, fusha e librit ka qenë pothuajse një vakum, ka pas sabotime të kohëve viteve 60, asnjëherë përkthime të drejtë për drejta nga gjuha kineze. Dhe duhet të them që përveç që ky program kishte titull që do të përktheheshin në Shqipëri dhe në Kinë, ai ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm edhe për nxitjen e bashkëpunimit mes shtëpive të tjera botuese. Ma do mendja që edhe shtëpitë botuese që kanë bashkëpunuar me Fanolin janë ndikuar nga ky program, pasi ky program e bëri të njohur tregun në Shqipëri. Rexhepi di shumë mirë që informacioni qarkullon në Kinë,
Dhe ka përveç shtëpisë botuese Fanoli, ka tashmë edhe disa shtëpi të tjera botuese që kanë pas kontakte me shtëpitë botuese në Kinë, dhe ky ka qenë mund të them një ndër programet më të plota, më të suksesshme. Janë tashmë 10 vjet që ekziston ky program. Tashmë në panajirin e librit, po të shkosh, libri kinez është jashtëzakonisht i pranishëm. Dhe mund të them me plot gojë që një kontribut jashtëzakonshëm për këtë ka dhënë ky program i përkthimit dhe botimit reciprok të librave dy vendet tona. Fal këtij programi edhe disa autorë shqiptar janë botuar atje. Tashmë është botuar Bemblushi, përveç Kadarez dhe Drita Ragollit, që kanë qenë pranishëm edhe më përpara. Janë edhe disa libra tjerë që janë në proces, është botuar Diana Çuli, është botuar Lea Ypi, që unë të dy këto libra i kam edhe në gjuhën kineze, edhe jam pritur shumë mirë. Isha vjet në një vizitë në Kinë dhe pata rastin që ti marr këto dy librat. Ne shpresojmë që ky program bashkëpunimi të vazhdojë, nuk e dim akoma se si. Megjithatë, qoftë se nuk vazhdon si program, bashkëpunimi me shtëpive botuese shqiptare dhe kineze tashmë është konsoliduar dhe unë jam i bindur që ky bashkëpunim do të vazhdojë. Zotëri Xhep, në këtë panajir, me çfarë prurjesh vjen Fanoli? Shtëpia botuese Fanoli çdo vit sjell titull të rinj në panajir. Nga autorët kinezë ne kemi këtë vit do të ekspozojmë 4 titull të rinj, dhe ajo që do të thosha unë do të shtoja që tha dhe zoti Ilyas, i cili është jo një nga njohësit, po njohësi më i mirë i lezetësisë kineze dhe kontributit më i rëndësishëm më i madh i përkthimit nga kinezishtja në shqip, që jo vetëm që janë botuar autorë kinezë në Shqipëri, por janë botuar dhe autorë shqiptar në Kinë. I përmendi zoti Ilyas, unë kanë vetë i përsëris, po do shtoja këtu Diana Çuli. Në proces kemi një roman të zotit Bashkim Shehu, i cili nuk ka përfunduar, se s'ka një diçka të vogël deri redaktim. Por ajo që është e rëndësishme këtu tek botimi i autorëve shqiptar, dhe shqiptar në Kinë, dhe kinez në Shqip, është kjo. Ta di dhe të shikuesit kinez, po edhe ne këtu, që shtëpia botuese Fanolit dhe marrëdhënia midis shtëpisë botuese Fanolit dhe shtëpisë botuese kineze ka kaluar një etapë 3. Cila është kjo etapë? Ne kemi lidhur një marrëveshje për botimin e autorëve shqiptarë që shkruajnë vepra shkencore në Kinë. Të fushës të fizikës, të kimisë, të biologjisë, të mjekësisë, të matematikës, po kështu edhe autor kinezë shqip. Me këtë rast unë dua të njoftoj të shikuesit që marrëveshja nis me 2 botime, një histori dhe një biologji. Trupi i njeriut e ka përgatitur zoti Luan Membushi, për këtë është shkruar marrëveshja, libri ka përfunduar dhe shpejt fillon përkthimi dhe botimi i tij në kinezisht. Marrëveshja është shumë e gjerë, dhe kemi në shkruajmë marrëveshje për 11 titull, pra do të botojnë 11 autorë kinezë në gjuhën shqipe, dhe anasjellës po kështu. Kështu që dhe bashkëpunimi me zotin Ilyas, besja ka qenë në kohë dëshira të dyve të bashkëpunimit, do të rifillojë dhe me shtëpinë botuese Fanoli, sepse s'kemi kuvemi pa punën e zotit Ilyas. Mendoj se është një punë shumë e madhe dhe një kalim në një sferë të re. Po kështu dhe autorë të tjerë të lesearistike dhe filozofike do të botohen, do të përkthehen në kinezisht. Shpresoj që këto ta thellojnë të bashkëpunim, rrëdimisht dhe të sqarojnë dhe marrëdhëniet midis dy popujve. Dhe një pyetje për të tre juve, si i shikoni potencialet që ka ende të pashfrytzuara për të njohur akoma më mirë mes vendeve tona, por sigurisht edhe kultura që është edhe baza e këtyre shkëmbimeve? Shikon, marrëdhëniet tona asaj bazës të miqësisë tradicionale të marrëdhënieve speciale mes vendeve tona, sigurisht që kultura do të vazhdojë të luajë një rol kyç në shtyrje, në çuarjen përpara të marrëdhënieve mes dy vendeve tona. Për fat të madh, këto marrëdhënie kulturore ndikojnë edhe në leadershipet e dy vendeve, edhe leadershipet e dy vendeve e njohin këtë traditë të marrëdhënieve mes dy vendeve tona, sidomos në fushën e kulturës, dhe unë përveç fushës botimeve, unë shoh potenciale sidomos edhe në shkëmbimet e grupeve artistike. Shpresoj shumë që ansambli të realizojë një koncert në Shqipëri, do të ishte gjë shumë e bukur.
e shoh fushën e turizmit, që gjithashtu që për fat të mirë sidomos tani ka filluar që të ketë ne çdo ditë i shikojmë nëpër Tiranë edhe grupe që vinë nga Kina në paketa turistike. Tani janë edhe mjetet e reja të komunikimit, mjetet sociale të cilat ndikojnë shumë. Unë di për shembull që vajza e një shoku tim kishte shkuar me ca miqtë vet Kinë në mënyrë private dhe kishin ngel të mrekulluar nga zhvillimi i Kinës, jo vetëm nga zhvillimi ekonomik, por edhe nga zhvillimi teknologjik sociale. Tani të gjithë kudo që të ndodhen, çdo qytetar ka mundësi që të njohë dhe tani nuk është më e panjohur, si të thuash, Kina dhe për shkak se ka zhvillime të tilla që dikush për shembull që është i interesuar siç janë të rinj pas makinave, dihet që edhe fokusi i tyre makinat elektrike, këto lloj zhvillime distancat. Besojmë që zoti Sokol jenë të mundura këto shkëmbime, pse jo edhe në planin më të gjerë të teatrit, operas dhe baletit, sepse dihet që në fushën e baletit Kina ku përfshihet opera brenda, ku sigurisht edhe Kina ka ato, si me thënë, arritet e veta, përfshihet baleti, për të cilin thosha që ata janë një shkallë shumë të lartë, me thënë drejtën, baleti kinez. Por folklori është ADN-ja e një populli, që do të thotë dhe kur dy kombet duan që siç flasin gjuhën, dhe duan të përfaqësojnë dhe të tregojnë se kush janë, nxjerrin atë pasaportën e vet, edhe në këtë rast pasaporta identitare e shqiptarëve është në një farë mënyrë për sa përket muzikës, këngës, vallës, është ansambli jon kombëtar. Ashtu e njëjta gjë dhe ansamblet kineze, të cilat janë të pafundme dhe shpresoj që së bashku dhe me zotërin që kam nderin që ishim në këtë panel, pse jo të bashkëpunojmë për të gjetur këto rrugët dhe mënyrat se si mund ta bëjmë të realizuar një pjesëmarrje të ansamblit ton në Kinë. Jam shumë i sigurt që do të jetë një ngjarje, do të thosha, sepse realisht është ngjarje. Pjesëmarrja e ansamblit kur ka qenë atëherë ka qenë ngjarje dhe do të rivajtja e ansamblit atje, do të jetë një ngjarje, le të themi, kombëtare në këtë rast. Kështu që pse jo shpresojmë që të bëjmë dhe pavarësisht se kanë kaluar kaq vite, besoj që për publikun kinez nuk do të jetë një surprizë ansambli nga Shqipëria, sepse ansamblit edhe sot që flasim, në memorien e tyre ansambli është një trup profesioniste, por le të themi e ruajtjes së identitetit në një mënyrë fanatike për sa i përket këngës, vallës, sepse është një trup. Dhe me të drejtë mund të quhen ambasador të kulturës shqiptare. Ajo tash të gjithë e dim se çfarë muzike përdoret lart e poshtë në çdo lloj ambienti, duke përfshirë edhe muzikën tradicionale, por ansambli ka këtë nder që e ruan. Kështu që jam shumë i sigurt që nëse festa e madhe, po themi, vallja jon festa e madhe e profesor Parnat Kanaçit edhe e Tish Dais, nëse rivihet në skenën atyre, unë jam shumë i sigurt që ata do ta mbajnë mend, ose këngë të ndryshme që janë kënduar në ato. Do t'ua aktualizoja këtë zoti Marsi, sepse çdo janar, fund janari apo fillim shkurti, që përkon edhe me vitin e ri kinez apo me festën e pranverës, turistët kinez vinë dhe e festojnë vitin e ri në Shqipëri. Unë vetë kam realizuar 2 reportazhe në Kalan e Krujës, sepse është një paket, le të themi, e Ballkanit Perëndimor. Ata vinë nga Guangzhou apo edhe nga Pekini, nga Shanghai deri në Beograd me avion dhe pastaj kalojnë nëpër këto vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Shqipëria është stacioni i fundit, sepse nga këtu përsëri ata largohen, por përkon gjithmonë festa e vitit të ri me Shqipërinë. Dhe kam qenë e pranishme ku grupi Pleqtë e Krujës afër Kalas, në ambientet e një restoranti atje, dhe ata tashmë i presin gjithmonë turistët nga Kina, dhe ata këndojnë dhe kërcejnë të gjithë së bashku pa as edhe një lloj problemi, sepse janë vërtet kanë një vesh të mësuar dhe të njohur me këtë. Mund të ndodhë që nëse mund qendër të Tiranës. Po, është vërtet kjo, është edhe ka qenë edhe në vitin e si vjetëm kinez kanë qenë në Lulishte 1 Maj.
Maj, për shembull një grup i cili kishte ardhur nga Guangzhou dhe ishin një grup privat balerinash në fakt këngëve popullore që kaluan në shumë këndshëm dhe nuk u ulën një moment sepse të gjithë kërcenin së bashku, se dihet që muzika, vallëzimi bashkon të gjithë popujt e botës. Zoti Hida, ju shikoni mundësi të tjera sepse jeni shumë aktive dhe në panairet e librit në Pekin, po kështu jo vetëm në fushën e botimeve, ndoshta edhe në fushat të tjera. Po, potenciale dhe mundësi gjithmonë ka. Dhe përmendën zotërit Parafolës, zoti Ilias, zoti Morisi, territori e Asamblit Këngëve dhe Vallëve. Po hyri Asambli Këngëve dhe Vallëve në botimin e kalojmë pak në të dytë, ose në saktë se ishte pak për humor. Kjo do ta përshpejtonte, do ta zgjeronte te mase të mundësinë e kontakteve. Unë jam shumë i sigurt që me një përpjekje të vogël, jo të madhe, me një impenjim të lehtë të gjitha palëve të ambasadës kineze që në Shqipëri, po dhe të ambasadës sonë në Pekin, sepse aty kemi një ambasadë që është shumë aktive, se do ambasadori i që ka shkuar tani aty, është një kulturtar dhe shumë dinamik, gjera si ta përshtes dhe të Zapota, a një bori pjesën për në dërkoj dhe në panelin e librit të Pekin për të më mbështetur mua dhe panfeshtit të tjerëve që në shkrua. Unë jam i sigurt që duke mbështetur gjithë të ambasadën e Kinesë të Tiranë, po dhe të ambasadën jonë, atje dhe unë jam i gatshëm të ndihmoj përmes njohje personale. Unë mendoj që mund të realizohet, papa e nisë kjo të ansamblit, dhe do të realizohet se s'bërë, se është domosdoshme. Pastaj mundësit tjera janë se u përmendën këtu turizmi, po më thëmë dhe investimet, edhe tregtia. Edhe tregtia mund të shifet dhe disa mundësi, nuk mund të jabë më në shtetit, po disa mundësi të lehtësohen paga taksat të kanë në kufi, se s'ka pse të ketë një dallim kaq të madh me importin e mallave kineze, ku di çfarë tharash janë, sepse kjo do të lehtësonte punën, se tu keni parasysh dhe populli shqiptar që ka vështirësi. Dhe ardha e mallit kinez me një kostër më të ulët, duke u hequr këto barriera, mendoj që do të ndihmonte dy palët. Edhe fusha tjera që mund të ketë. Unë ju falenderoj shumë që ishit të pranishëm në këtë panel dhe ku folëm në këtë bisedë mjaft të lirë, miqësore për këto shkëmbime kulturore. Falenderoj zotin Hida për presidenti i Shtëpisë Botuese Fanoli për opinionet që ndam, zotin Sokol Marsi, drejtori i Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Vallëve Popullore, mikun ton, sinologun dhe drejtor i shoqatës kulturore Shqipërikin, dhe përkthyes por edhe Glendi Xhanin nga Instituti Konfuci. Ju falenderoj shumë, ju uroj suksese në punën tuaj. Ne do të falenderoj. Të dashur miq, ishte ky një panel për shkëmbimet kulturore Shqipërikin, për vlerat e nxitjes së këtyre shkëmbimeve. Ju falenderoj që qëndruat me ne, miru takofshim.